Unë quhem Sokol Prenga dhe sot do të përgatis për ju një kulaç që në tipologjinë e gatimeve tradicionale shqiptare e gjejmë në forma të ndryshme. Sot unë do të përgatis kulaçin që ne përgatisim në shtëpi, pra në shtëpinë time, kulaçin me kos dhe me pak vaj. Përbërësit janë shumë të thjeshtë, gjithmonë miell, pak vaj ulliri, krip, kos, pak sot buke dhe ujë. Me kos e përgatisnin pasi aftësia e kosit I jep një shije shumë të këndshme në pjekjen e tij përfundimtare. Sot do të përdorim për këtë kulaç miell të bardhë, të fortë, I cili ka një sasi proteinash të lartë, 13% e lartë. Pasi na duhet që të kemi një kulaç që të na dalë një brum I ngjeshur edhe I mirë. Hedhim në fillim miellin. Dhe si në çdo lloj brumi ku nuk përdoret makineri, pra që është brum I cili bëhet me dorë, fillimisht hapim gropën, ku do hedhim kosin, kripën. Zakonisht përdorim 20 gram krip për kilogram miell, ndërsa sot buke zakonisht 15 gram për kilogram miell. Dhe në fund, pak vaj. Duke e matur më parë sasinë e kosit që kemi, shtojmë edhe ujin. Dhe si që bëni të gjithë nëna tona apo gjyshet tona në shtëpi, fillojmë dhe e përgatisim brumin ngadalë. Ngadalë, pasi gjithë përbërësit të përzihen mirë, dhe duke e përzier ngadalë, brumi nuk është shumë elastik. Duke e përzier ngadalë, shohim pastaj që brumi është mbledhur në vetvete dhe fillon e pastron enën, por nuk është më I ngjitshëm në enë. Kjo do të kërkoj diku ke 10 minuta përzierje, që nuk është shumë, dhe realisht po arrim që kemi brumin e kemi të një trajtshëm. Në këtë moment do t'i shtoj shumë pak vaj, sërish ekstra vaj. Dhe ta punoj për herë të fundit, pasi më pas do ta lë 30-40 minuta të qetësohet. Në këtë mënyrë edhe brumi pushon dhe do të na hapet më mirë në tavë dhe aktivizohet edhe soda e bukës më mirë. Për ta pjekur kulaçin duhet ta hedhim në enën e tij, të cilën e kemi lyer më parë me pak vaj ulliri. Nëse shikojmë kulaçin mbas pak minutash, brumi qetësohet dhe është lehtësisht I hapshëm në tavë. Duke e shtypur pak me gishta e hapim që të shkojë deri në fundet e enës. Dhe këtu është pjesa shtëpiake, që në çdo familje shqiptare që bënte kulaç, ishte nëna ose gjyshja e cila e çponte kulaçin, e bënte vrima. Unë personalisht e kam me shumë dëshirë dhe me shumë qejf gatimin me vaj ulliri, kështu që në fund fare do t'i edhe pak vaj ulliri. Do ta lë gjysmore deri në 40 minuta, kjo varet sipas temperaturës mjedisit. Nëse është më nxehtë do ta lë më pak kohë, pra 25-30, nëse është ftohtë, diku ke 20 gradë deri në 28-19 gradë, diçka e tillë do ta lë 40 minuta. Në këtë mënyrë dhe soda aktivizohet bashkë me kosin, pastaj do ta pikim për 45 deri në 50 minuta, varet sipas furrës, në 180 gradë. Atëherë kulaçi jonë është pjekur në ngjyrë më të bukur të mundshme, është ftohur dhe është qetësuar pak. Dhe unë do ta vendos këtu në mesin e gjithë këtyre gjërave kaq të thjeshta por të shijshme, me të cilat ne kemi shoqëruar gjithmonë kulaçin nëpër shtëpitë tona në traditën tonë. Diku me mjalt, diku me gjalp, me gjiz, me të rregjura të ndryshme, si kanë qenë lakrat, trangujt etj, me djathin e bardhë. Pa harruar gjithmonë kripën, ku ne kemi dhe në shprehjen tonë më të bukur që ekziston bukë, krip edhe zemër. Në djathin e bardhë me rigon mali dhe me vaj ulliri. Dhe gjithsekush në mënyrën e tij, në forma të ndryshme dhe me shoqëruese të ndryshme ka qenë gjithmonë diçka shumë e shijshme dhe shumë e kërkuar në traditën tonë. Siç e kemi thënë gjithmonë, mënyra më e mirë për ta ndarë kulaçin është jo me thik, po ta shqyejmë. Kështu që edhe ne do të bëjmë të njëjtën gjë, duke e shqyer. Ja pra dhe kulaçi.
Valla më mirë se kaq tash. Mos e xhiro këtë tash.